Sot është dita botërore e dhurimit të gjakut. Ndodhem në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku konstatojmë se nuk është organizuar ndonjë aktivitet lidhur me këtë datë të rëndësishme për shëndetin. Por ndërkohë do të pyesim edhe qytetarët nëse janë të informuar mbi këtë proces dhe nëse ndjejnë si detyrim moral dhurimin e gjakut. Unë kam pas mundësi me më dhuru mu gjak, se kam kalu smundje. Tash unë smundëm me folin e me në kërkuj. Jo. Ati që e merë menja shkan vetë, po i thonë kërkush. Është e rëndësishme më sensibilizoj fije komunitetin? Po si gjaku është kryesori. Kur zdojnë, që kemi thonë? S'ma ka kërku kush dhe s'kam për vetën fort. Shumë rëndësishme është. Unë i shoh në rrjetet sociale shumë që kërkojnë, nuk kombinon grupi që kërkojnë ata këtu që, domethënë, po e domosdoshme është. Po nëse i shpëton diku jetën, sikur nuk i bajnë edhe fort. Ti të angazhohen, të jenë pak më të ndërgjegjësuar për Shumë më këtë tepër. proces, sepse duket sikur nuk i kushtojnë. Në fakt aty më tokën më tepër. Unë i herë që i shkova, mu duk sikur u rritë të nësuri, ata s'po marshin veshte edhe meti për gjyse e gjë. Po me që anë sa lurimit nështë njerëzit të lurojnë, jam të thonë edhe herë, po duhen me kanë kushtet e mira për me luru. Se unë shkoj me luru, po nuk mund të rrezikoj jetën teme për vorët mësënoj ata a janë sterilizume si duhet. Dhurimi i gjakut për çdo njeri duhet të shihet si një detyrim moral për të shpëtuar jetë. Dhe nëse ke dhuruar gjak, e sigurt që ke shpëtuar një jetë. Për Star Plus, Nereida Vitoja.